Shumica e të krishterëve sot besojnë se ekziston vetëm Perëndia atë. Por teksti origjinal i Biblës kryesisht i referohet Perëndisë si Elohim në një formë shumës. Nëse ekziston vetëm Perëndia atë, Perëndia duhet të ishte përshkruar në një formë njëjës. Megjithatë, Bibla i referohet Perëndisë si Elohim rreth 2500 herë në Dhjetën e Vjetër. Në hebraisht, El ose Eloa do të thotë Perëndi në një formë njëjës. Megjithatë, Elohim, që u përdor në Bibël rreth 2500 herë për të përshkruar Perëndin, nuk është njëjës, por shumës. Kjo do të thotë se Perëndia atë nuk është i vetmi shpëtimtar për ne. Bibla e shprehte Perëndin si ne në një formë shumës. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Atëherë, çfarë ngjashmërie ka Perëndia Elohim, i cili quhet ne? Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Ai krijoi mashkullin e femrën. Perëndia krijoi mashkullin dhe femrën sipas shëmbulltyrës së tij. Kjo do të thotë se Perëndia ekziston si shëmbulltyr mashkulli, atë dhe si shëmbulltyr femërore, nën gjithashtu. Kjo është arsyeja pse Perëndia i referohet vetes si ne, një formë shumës. Perëndia që krijoi qiejt dhe tokën dhe na shpëton është Elohim, do me thënë Perëndia atë dhe Perëndia nën.